Të lutem, në 10 minutat e fundit, 11:20 është ora, plas pak fabulën tjetër në ekran, please. Ambasador, lajmi fundit, Sebi, ambasador Bimo, lajmi fundit 30 sekonda. Tani ka ndodhë, u bë 1 minutë. SBA sapo goditi Iranin kundër përgjigje për helikopterin amerikan që ra mbi Hormuz si pasojë e goditjes nga droni iranian. Ndërkohë, ky është lajmi fundit dhe s'kemi si e komentojmë se s'kemi as imazhe asgjë. E kishte njoftoi Trumpi para 1 ore atë, ka rreth 2 orë që e ka njoftuar. Si ka mos që mua më thon 30 sekonda, 1 minutë e ka njoftuar si lajm nga ana e Shtëpisë Bardhë dhe Twitteri i tij që do ta bëj këtë goditje. Goditjet e fundit janë gjitha goditje. Që ka njoftuar po që u bë tani goditja. Gjitha goditjet janë goditje hakmarrëse, të dyja palët po bëjnë goditje hakmarrëse. Të dyja palët thonë që po i bëjmë në mbrojtje. Për herë të parë shohim që Irani shkon dhe godet Izraelin për të mbrojtur Libanin, pra kemi zgjerimin ose për shkallëzimin... Po të mbrojtur Hezbollah në Liban. Po, kemi zgjerimin e artës luftës, dhe Axios, Financial Times mos gabojmë, ishte një shprehje që mua më ngeli në mendje. Trumpi duhet ta mbyll luftën sepse ka zgjedhjet përpara. Netanyahu i duhet lufta sepse ka zgjedhje përpara. Ndërkohë që ambasador, ata janë në sherr me njëri tjetrin, bile dje i ka thënë Trumpi në telefon, kujdes se mund të betesh dhe vetëm, i ka thënë Bibit. Dhe ndërkohë bëjnë të bombardime Izrael-Iran, për punë e Hezbollah në Liban. Sherri midis presidentit dhe kryeministrit është teatr, kurse e vërteta është bashkëpunimi dhe gjithmonë më shumë, po përforcohet bindja që Izraeli bën ato që bën sepse është në shërbim të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ju nuk e thoni është teatr kjo gjitha, nuk ka sherr. Midis tyre jo. Sepse Izraeli bën ato që i intereson të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjitha sa ndodhi helikopteri është pasojë një përshkallëzimi të koordinuar midis Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Domethënë me 7 qershor, dje, Pardje, sekretari i thesarit i Shtetet Bashkuara të Amerikës ka marrë vendim me një këshilli i menaxhimit urgjent të aseteve, ka një emër që më të ngatruar se kaq, për 12 deri 24 miliard para të ngrira të Iranit prej kohësh, t'ja japi Arabi Saudite, Emiratet e Bashkuara dhe Kuvajtit si dëmshpërblime për luftën. Ndërkohë që para 1 jave Irani ka thënë që ky është parakushti i panegociueshëm që na ktheni ato para që ne të hyjmë në bisedime për paqen. Pra, në momentin që këta marrin vendim që ato para jo që nuk t'i japin, po t'i marrin t'i çojnë në vend tjetër, do të thotë që hapur nuk janë në kanalet e marrëveshjes dhe të paqes. Dhe këtë kanë bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që po në të njëjtën ditë është bombarduar lagja Dahia, ndërkohë që Libani në Beirut. Beirut, po. Dhe Irani kishte njoftuar para 4-5 ditësh që në momentin që do goditet, do të hakmerret automatikisht. Kanë një si e quajnë më duket e quajnë Mosaic Defense këta iranianët, që do të thotë të 31 shtetet njësit që përbëjnë shtetin e Iranit, ka një autonomi të lartë në mënyrën se si marrin vendimet për të hyrë në luftë. Dhe njëri prej tyre kishte marrë vendim dhe kishte njoftuar që në rast se do goditej, raketat e tyre do të çonin automatikisht. Pra, për shkallëzimi, do i bie shkurt megjithatë nuk ka kohë, për shkallëzimi është i studiuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës bashkë me Izraelin, sepse po të duan Shtetet Bashkuara të Amerikës, Izraeli është totalisht në mëshirën e tyre, në mënyrë të veçantë për sa i përket mbrojtjes kundërorë nga raketat e Iranit. Janë vetëm amerikanët që arrin dhe e mbrojnë Izraelin. Megjithëse Izraeli ka sisteme shumë të përparuara, apo pa informacionin që i japin sistemet amerikane, David Sling, Golden Arrow që kanë sistemet izraelite, ata nuk janë në gjendje të funksionojnë dot. Shtrohet pyetja, përse ju intereson amerikanëve që të ashpërsohet situata në Këtë ka thënë Lindsey Graham, dje, është ai senatori i famshëm që nga njëherë është mik i ngushtë i presidentit. Është ky që është pro luftës gjithkohon. Pro luftës gjithkohon. Ai thotë ne na duhet që të vendosim kontroll mbi burimet energjetike të rajonit dhe në mënyrë të veçantë ta kthejmë rajonin në një makt për Kinën. Pra i kthehemi idesë vjetër që kjo është një luftë proxy midis, domethënë është një luftë ku Izraeli shërben si një aleat
i vlefshëm i Shtetet Bashkuara të Amerikës për që ata të arrijnë qëllimet e tyre në raport me Kinën. Dhe Irani është dominoja më e rëndësishme si për Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu dhe për aksin e rezistencës, sepse në rast se bie Irani, të dy janë shumë të zbuluar, dhe Rusia dhe Kina, dhe ata nuk do të jenë dakord në asnjë mënyrë, do bëjnë çështë e mundur me para, me teknologji, me çfarëdo, dhe kinezët dhe rusët, që Irani të vazhdoj të rezistojë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ambasador, kemi dhe... Helikopteri është çoje për shkallëzimit. Qartë. Është interesi për shkallëzim. E kuptoj. Ambasador, kemi edhe pak minuta për sa mbyllim. Të lutem në 2 minuta, mundesh të më bësh tani një gjë, më japësh një overview, pra të më japësh një shikim më të përgjithshëm për të kuptuar çfarë po ndodh. Më intereson të di e para sa do vazhdojë ky konflikt, i cili tani është dhe s'është konflikt, pra dhe ka bombardime dhe nuk ka, dhe ka në pushim dhe nuk ka, është një gjë hibride. Sa do vazhdojë dhe në fund të fundit, kush po bën më shumë lek në këto momente nga aktorët kryesorë? Amerikanët do të bërë më shumë lek. Po, ajo që vlen të përmendet... Pra i bie që Trump ishte gjeni atëre? Kam përshtypjen po duhet të shikojmë si do shkojë historia me Kinën, me kinezët, sepse nga vizita 14 maj nuk arrim të kuptojmë eksakt se çfarë kanë rënë dakord. Duket që ajo që dorin amerikanët që kinezët hapnin tregun e tyre financiar në mënyrë që ata të përballojnë borxhin, nuk duket që këtë pasur edhe shumë sukses, përkundrazi kinezët janë hedhur në një drejtim tjetër në kundërshtim me atë që dorin amerikanët dhe praktikisht po shtohet kërkesa edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të patur rezerva në yuanin kinez. Dhe në shtator kur shkoi Xi Jinping në Amerikë, ka të ngjarë që do kuptojmë më shumë. Ajo që rezultoi nga vizita megjithatë ishte që zoti presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës duket sikur bëri një lojë të jashtëzakonshme me Tajvanin, duke mos i bërë rezistencë provokimit në një farë mënyrë që i bëri presidenti i Kinës, kur i tha që të shpresoj që ta shmangim atë kurthin e Tukitidit. Mund të që ta shmangim. Ajo që po ndodh, praktikisht është që Shtetet Bashkuara të Amerikës po i gjuajnë rafinerive të naftës, diku direkt, diku indirekt, dhe kudo në botë ku ka burime nafte, në mënyrë që bota nesër pas nesër për naftë, për lëndë të para të varet nga hemisferi veriut. Ndërkohë po konsolidon pozicion dhe veta në hemisferin perëndimor dhe të veriut, që nga Groenlanda, Kanadaja, duket sikur këto janë parulla groteske dhe pa kuptim të presidentit, por në fakt janë plan pune, po të shikosh edhe strategjit edhe të sigurisë kombëtare dhe të mbrojtjes kombëtare. Pete Hegseth, sekretari i luftës tashmë, përdor termin Greater North America, do më thënë Amerika Veriut e Madhe, që është e jona, që përfshin Groenlandën, Kanadan, Meksikën dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe Kanadën dhe Panamas. Ka qenë thjesht dera raste, asgjë s'është bërë fatikisht. Jo, por... Flas për Groenlandën dhe për Kanadan. Por ama, nafta që del nga Alberta e Kanadas, për shkak të 1 milion arsye të brendshme edhe të politikave kanadeze, disi pa... Janë shumë jeshile, po. Shkon përmes Amerikës që të dalin në oqeanin si bie paqësor në anën tjetër për të tregtuar. Kështu që praktikisht naftën kanadeze kanë vënë kontroll amerikanët, Venezuelës gjithashtu, dhe thotë rreth 30% naftës botërore kanë kontroll amerikanët. 30% tjetër është Rusi i Iran. Prandaj dhe është lufta që të shkëputet Irani nga i ashtuquajtur aksi i rezistencës. Pra, konsolidimi i pushtetit dhe i kontrollit amerikan në pasuritë e Amerikës Veriut, nga njëra anë. Vasalizimi total i Europës perëndimore, që i thot ti do vazhdosh luftën me Rusinë. E do blesh LNG. Do vazhdosh. Dhe është rritur nga 16 ka vajt 40% tani. Dhe nga ana tjetër, Japoni dhe Kore do duhet luftojnë me Kinën, ose të rrisin pushtetet e tyre ushtarake. Dhe ajo që nisa të thosha për Tajvanin është jashtëzakonisht interesante, ku tërheqja ose për momentin ndalimi i furnizimit të paketës së dytë për 14 miliard dollarësh të armatimeve Tajvanit, ka shtuar dyshimin që mund të thot në një ditë bukur kinezëve urdhëron merrni Tajvanin, por ndërkohë janë japonesët dhe koreanët të cilët do ishin do ju vinte jashtëzakonisht keq dhe i problematik shumë e madhe sepse
Në qoftë se kinezët do të kontrollojnë ngushtisën e Tajvanit, gjithë furnizimet që marrin japonezët do të kalojnë përmes kësaj, kështu që do rriteshin njerëzakonisht shumë kontradikta midis Japonisë dhe Kinës. Dhe duket sikur është një lëvizje shumë e studiuar nga amerikanët që të fusin një sherr të vazhdueshëm, si thua, të lëvizin potenciometrin në drejtim të rritjes temperaturës midis Koresë edhe Japonisë nga një anë dhe Kinës nga ana tjetër. Kështu që po ta shikosh globin, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në pozicionin që do shesin, lënë të para, sidomos energji, po dhe edhe të tjera, kudo në gjithë pjesë të botës, se po të shikosh, të gjithë ka nevojë për energji, dhe në moment që bllokohet gjiri, pra Kina, India, Korea, Japonia nuk do kenë më naftë nga gjiri persik, do të duron të marrin nga amerikanët, nga rusët nuk ka për të lënë njerëz ta marrin. Kështu që dhe po të mos kenë para, siç mund të ndodhi në ndonjë rast, amerikanët janë gati të japin borxh dhe pastaj ata t'ia shlyejnë borxhin. Praktikisht, kush është marrë me situatën e luftës parë botërore dhe luftës dytë botërore, është pothuajse 2 pika ujë politika amerikane e kontrollit botës përmes shitjes lëndëve të para edhe të armëve, edhe dhënies borxhit. I ngjan njerëzakonisht shumë. Dhe pse ambasador për ta mbyllur me një fjalë, pse galloni po rritet dhe amerikanët janë shqetësuar, qytetarët e thjeshtë. Ndërkohë që ju më thoni pak më parë që Trumpi është duke fituar, amerikanët duke fituar më shumë nga kjo histori. Në këtë moment në cilin ndodhemi... Apo efekti si jepet tani, të jepet më vonë? Jo, ka një zhvendosje të jashtëzakonshme të parave nga të varfrit tek të pasurit. Pra, koncentrimi i pasurisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës vazhdon me ritme marramëndse. Kështu që populli thjesht do vazhdojë të vuajë derisa, siç i ka thënë dhe presidenti i tyre, derisa të vi koha që të jetë më mirë. Do duroni pak se dikur do të jetë më mirë. Qartë. Se kur do vi kjo që të jetë më mirë. Por ajo që është e rëndësishme në Shtetet Bashkuara të Amerikës është që nafta kuotohet ndërkombëtarisht, po gazi, ndërkohë që në Europë ka shkuar te 4-5. Nuk ka sankcion për gazin nga Rusia. Rusia vazhdon të sjellë gaz në Europë. Okej. Po deri në fund të vitit. Çmimi i gazit në Europë është rritur? Është rritur. Ndërsa në Shtetet Bashkuara të Amerikës gazi nuk ndryshon. Nuk ndryshon. Jo. Dhe është avantazh shumë i madh për industrinë amerikane, që është edhe tërheqëse për industritë e tjera. Gazi i tyre po thonë, po flisim për gazin e lëngshëm. Gazin e lëngshëm, gazi që prodhojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Qartë. Kjo LNG-ja e famshme pra. LNG-ja e famshme. Ajo nuk lëviz çmimi dhe ajo bëhet tërheqëse për industritë gjermane, europiane që po shkojnë drejtim të Amerikës. Qartë. Ambasadori pak më parë se po e mbyll me ty, sepse do të falenderoj ambasadorin për të kontribut që jep në emisionin tim, dhe s'do ta lodh shumë. Ambasadori pak më parë lat kuptohet, nuk dua ta citoj se e kemi këtu. Po ashtu më korrigjon ambasadori që në 2030, kur po flisnim për hyrjen e mundshme të Shqipërisë në BE, që ambasadori thotë jo nuk do hyjë sepse nuk i plotson kushtet e tjera, dhe vetë BE-ja nuk do ketë mundësi këtë luks. Tha që do ketë ka filluar de facto tha, po do shtohet më shumë, se thuash do hapet ajo l'extension du domaine de la lutte, pra do hapet fusha e luftës ndërmjet Rusisë dhe Europës. Ti vetë, je dakord me këtë gjë apo e kundërshton këtë tezë të ambasadorit? Tani ambasadori i di më mirë dhe i lexon më mirë gjërat, sepse ka eksperiencën, ka dijen dhe ka shumë gjëra që unë nuk i kam. Por nga ato që unë lexoj dhe nga ato që unë shoh që në 2030-ën Evropa dhe Rusia do të bashkëpunojnë më ngushtë me njëra tjetrën. Pra ti ke tezë kundërt komplet nga ambasadori. Kundërt nga ambasadori. Apo kjo duhet bërë një emision me vetë atëherë. Kjo është perë, e lëm këtu, e lëm këtu. Se kjo, unë nuk e dija që kishit tezat të... Në shok krejt ndryshe. Ambasadori, jemi dakord ta bëjmë një debat me se... Patjetër, kjo që thotë Sebastiane i bindet logjikës. Logjikisht kështu do duhet ishte. Unë këtë shoh. Pra Nord Stream hapet, Rusia afrohet me Evropën, Gjermania fuqizohet për të mbrojtur Estoni, Lituani për shkak të një frike që të ruaj kohezionin e brendshëm të BE-s, Rusia afrohet me Evropën sepse kërkon investime të huaja dhe luan rolin si një lloj interlokutori midis dy fuqive të mëdha të botës që janë Kina dhe SBA. Kjo ishte hyrja ose nisja paralajmërimi një debati. Të lezetshëm, diskutim më shumë, me ambasadorin se do të dëgjoj tezë ambasadorit dhe tezë... Është më i qartë. Më jo qartë. Unë kam këto... Ti e më i ri e të tjerë, s'ke eksperienca. Unë let kam autorë të tjerë. Kjo është e bukura për të kuptuar, pra, janë dy kështu të ndryshme. Pse ambasadori i mëshon kësaj gjëje dhe pse ti i mëshon gjëje tjetër, po nuk dua fare të flasim për të punë tani, se do ta lë çik suspens, ta takojmë me ambasadorin pas janë 2 javë, se ambasadori do të na mungojë, nuk do jetë në Shqipëri për 2 javë. Ku kthehesh ambasador? Brenda qershorit. 10-20, në 20. 20. Pas as 20 do jemi ambasadorit. Gjithmonë kënaqësi. Është kënaqësi. Ndërkohë që ora është 11 ose 23:35 minuta zonja Zotrin,
Sigurisht nuk e harroj Samsonin ton të dashur, Kenianin e famshëm, që ky emision ka kontribuar shumë të njihet shumë në Shqipëri. Ai ishte tashmë i njohur në disa vende, po në Shqipëri jo. Po para se vemi te Samsoni, si gjithmonë tashmë tradit, dhe e kam parë që e bëni dhe ju në shtëpinë tuaj, është shumë e bukur, sepse më thanë që kanë shumë mesazhe në vazhdor që e bëjnë njerëz në shtëpi këtë që bëjmë ne këtu, në një mënyrë, pa i thënë gjuhën fare, e bëjnë në mënyrë instinktive. Sebi, heshtje që bëjnë në fund të emisionit, disa çaste. E bëjnë njerëz në shtëpi. Janë për shembull burri, gruaja, kalamajt. Është ngjitse heshtja. Është perl. Si e qeshura, është ngjitse. Edhe flet më shumë nga ndonjëherë. Flet më shumë. Ambasador, jemi gati? Ledi, jemi gati?